Ku është mundësia më e mirë që zoti Aziri e konfirmon sepse është një nga faktorët kryesor? Ka si zhvillimin DDK është adresa dhe pikërisht. Po thuaj zoti Aziri si zjarrfikës del edhe në lidhje me. Jo, e konsideroj që është një ndër aktivistët më të vjetër të Lidhjes Demokratike të Kosovës, e ka këtë fuqinë politike për të prezantuar qëndrimet e subjektit politik dhe nga ai zakonisht e marrim edhe si qëndrim zyrtar të partisë, çka do që thuhet ose çfarë do qëndrimi që ai mban, sepse njerëz e identifikojnë zotin Aziri me LDK-n dhe prandaj është pjesë e studiove televizive pothuajse çdo natë, marr parasysh rëndësinë që ka aty. Po përtej bashkimit të djathtës kësaj radhe unë konsideroj, mund ta kem gabim, që është më shumë bashkim rreth mirëmbajtjes të karrierës politike të individëve të caktuar, për cilët edhe zoti Aziri besoj që është në dieni. Ne kemi parë një kuvend të Lidhjes Demokratike të Kosovës, ku për zotin Abdigjiku votojnë vetëm 55% të pranishmëve në sallë, ndërsa 45% prej tyre votojnë kundër, që do të thotë është një situatë goxha sfiduese për ta mirëmbajtur pozicionimin e tij si i pari në LDK. Unë e konsideroj këtë përbashkimin me zonin Osmani si një bashkim i hallit, i cili i nxjerr në prag zgjedhjesh. Zonja Osmani fatkeqësisht nuk arriti të merr mandatin e dytë dhe rrjedhimisht bashkimi me ish subjektin politik të cilin ajo e themeloi me siguri që kanë të lashe ose mos pajtime, prandaj ka zgjedhur këtë tendencën për të përafruar me ish subjektin e saj politik, që është totalisht legjitime, por gjasa që kjo të pranohet si një kauzë ose si një vizion në drejtim të së djathtës së bashkuar, është goxha problematike edhe për ta besuar tek qytetarët, po edhe tek vetë njerëz që janë aktorë të rëndësishëm brenda LDK-s. Ne kemi pas në studio televizive aktorë tjerë përveç zotit Azirit, të cilët janë goxha të rezervuar në raport me zonin Osmani. Marrë këtu zonjen Bajrami, zonjen tashmë së fundi Janina Miftari, cila e konsideron zonin Osmani si kalkulante politike. Janina Imeri, më falni. Kështu ka deklaruar? Po, si kalkulante politike. Madje edhe kryetarin e Prishtinës, këto janë përplasje që gjithandej po figurojnë në rrjetet sociale, në media të ndryshme. Dhe kjo përplasja... Abdullah Hoti më direkt ka qenë. Aktor që tashmë e kemi përmend disa herë radhas, përderisa s'kemi pas një qëndrim zyrtar të ditëve të fundit, prandaj po rezervohem me përmend si emër, po me siguri rezervat e tij në raport me zonin Osmani dhe zonin Abdigjiku janë publike. E konsideroj që tashmë është kriti drejt e personave aty, aktorëve të rëndësishëm, të cilët nuk pranojnë të spostohen, të krijojnë hapësirë për njerëz të cilët dëshirojnë të pozicionohen lart, sepse ambicia atyre për karrierë politike, për vazhdimin e karrierës politike është e madhe. Do të thotë, nëse kanë qëndruar në Lidhjen Demokratike zoti Aziri dhe shumë të tjerë, pse mos jenë këta